Shumë kush ka pritur ndoshta që do të brenda një viti protestash pushteti Aleksandar Vučići do të bjerë, por thjesht ai po mbahet, po mbijeton, them. Po mbijeton me një frymarrje artificiale me atë që ka fut Serbinë në një krizë që thash ndër më të thellat politike prej vitit 2003 kur është vrarë kryeministri i atëhershëm, se është bërë një delegjitimim total i pushtetit Vučićit, se këto që po ndodhi ditët e fundit po dëshmojnë që politika e jashtme e Vučićit, e balancimit, e ekuilibrimit, e bazuar në 4 shtylla, në Pekinin, në Moskën, në Brukselin dhe në Washingtonin, po pëson degradim total, sepse tashmë mund thuhet shumë konkret pas aprovimit të raportit progresit për Serbinë për vitin 2025, Bashkimi Evropian ka dhënë vërejtjet më serioze deri më tani në raport me ngecjen e Serbisë, se ligji që aprovuan së fundi Shtetet e Bashkuara dhe që nënshkroi presidenti Trump NDAA flet qartazi për ngecje demokracisë Serbi dhe Serbia etiketohet si vetmi vend në Ballkan me emër që ka ngecje demokraci, ndërkohë që duke qenë i përballur me krizën e brendshme, Vučić aktualisht po përballet edhe me krizën e jashtme dhe me shumë gjas viti 2026 do të jetë vit i zgjedhjeve në Serbi, zgjedhje që siç paralajmëron ai do të jenë udhkryq, por me shumë gjasë Vučić në këto zgjedhje do ta humb pushtetin. Për të bile, sipas vlerësimit tim, do të jetë edhe më vështirë nëse e fiton zgjedhjet, arrin të fitojë me manipulimet e zakonshme çfarë ka bërë deri më tani, dhe kjo do ta sjellë në një situatë kur askush, as opozita, as lëvizja studentore dhe as segmente tjera të shoqërisë nuk do të njohin ato zgjedhje. Kjo pra është një hap që Serbia do ta futet në një krizë edhe më të thellë. Pra thjesht nuk mund të themi se do të ketë një stabilitet as 2026-ën dhe kjo natyrisht flet qartë se Serbia nuk do të ketë edhe kohë ndoshta edhe mundësi të merret me procesin e integrimeve. Koordinimi i politikave dhe përkrahja apo mbështetja që duhet dhënë për një vit caktuar politike në Lugin Preshevës apo për një orientim caktuar në Lugin Preshevës do duhet të jetë shumë më konkrete edhe nga Prishtina, edhe nga Tirana në mënyrë që ne të arrijmë të mobilizohemi, sepse fragmentizimi i skenës politike është i skajshëm këtu, ai fragmentizim sjell dobësimin e pozitës tonë politike, po njëkohësisht dobësimin edhe pozitës tonë edhe në vota. Nëse dalim me 2 lista, e dini 2 zgjedhjet e kaluara, kemi nga 1 deputet, një listë ka dështuar totalisht, prandaj edhe mund na pres një situatë e ngjashme, apo mund ta përsërisim atë suksesin e vitit 2020 që të kemi spaku 3 deputet. Ne kemi një situatë në cilën Kosova, si shteti më i ri, si demokracia më e re në Ballkanin Perëndimor, për pakicat atje ofron standarde që nuk i ka asnjë shtet, jo vetëm i Ballkanit, por mund të them lirisht edhe shumë shtete në Evropë nuk i kanë këto standarde. Ndërkohë që duke kërkuar për serbët diçka që nuk është e gatshme të jap pakicave brenda territorit vet, Serbia lun sa i përket sferës së drejtave të pakicave me standarde dyfishta. Dhe kjo duhet ndërprerë. Ne nuk mund të pajtohemi me Beogradin, vetëm ta financojmë një projekt infrastrukturor, ndërkohë që të heshtim sa i përket përfaqësimit tonë në gjykatë, në polici, sepse në institucionet tjera shtetit, sepse ne e dim çfarë solli situata kur në polici kishte pak ose as pak shqiptar. Dhe me trendin aktual, duke pas parasysh se Ministria e Punëve të Brendshme nuk rekruton shqiptar në policinë lokale prej vitit 2016, na për 5 dhe në 10 vitet e ardhshme do të betemi pa policë shqiptar këtu. Dhe kjo na kthen me automatizëm në situatën 2099-2000, cilën nuk kishte policë shqiptar. Serbia është interesuar që ta prolongojë marrëveshjen finale me Kosovën. Dhe këtu sipas me ka vetëm një zgjidhje në atë rast. Zgjidhja është që Kosova të pranohet dhe të antarësohet në NATO. Kjo do ta përmbyll përfundimisht çështjen e kufive, çështjen e statusit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe do të ndikojë që Kosova të ketë fuqi më të madhe të luftojë për pakicat e veta në rajon. Kështu që ajo që pritet pra ndërtimi një qeverie efikase në Prishtinë, kush do ta bëjë varet nga populli i Kosovës, sepse ata janë ata që janë zot e vullnetit. Dhe natyrisht për neve është me rëndësi që Kosova të ketë një qeveri stabile, një qeveri e cila luginën e Preshevës nuk e ka dikun prioritetin 7, 8 apo 10, po ta ketë ndër prioritetet e para. Ajo që për ne është me rëndësi që qeveria, parlamenti i ardhshëm i Kosovës ta shpallë luginën e Preshevës si çështje me rëndësi kombëtare dhe në konform asaj të ndërtojë edhe politika të ndaj nesh.
Por kjo do të ishte e mangët nëse nuk përfshihet edhe qeveria në Tiranë. Se parlamenti për vite me radhë, sidomos këto 5 vitet e fundit, është një ambient toksik. Një ambient cilin shumicën absolute e ka Vučić me partitë e tij satelite, qoftë me SPS-in në disa partitë vogla të tjera. Ka arrit t'i bindë edhe disa pakicës që janë hungarezët dhe një pjesë e bosnjakëve që ta mbajnë në anën e tij. Dhe në kuadër të asaj mundësie bashkë me deputetët e SDA-s ose vetë si deputet kam nisur disa iniciativa që janë të rëndësishme, por që mjerisht nuk po hasin në mirë kuptim në Beogradin zyrtar. Në radhë parë, jo vetëm për të kriju shqiptarëve hapësirë më të mirë të veprimit të drejtave, por edhe për shpejtu procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Por duket se Serbia nuk është akoma gatshme të marrë hapat gjigant drejt antarësimit në BE, sepse ajo vetë po i prolongon. Por Medvegjë të jesh shqiptar është vërtet vështirë, nuk është lehtë as në Bujanovc as në Preshev, sepse je i përjashtuar nga vendimarrja në organet e institucioneve të shtetit, por në Medvegjë ku përmes pasivizimit, mosnjohjes diplomave dhe shumë proceseve tjera, gati se kanë kryer pastrimin etnik, të jesh shqiptar është shumë vështirë. Natyrisht çështja e parë që në një proces të ardhshëm ku do të diskutohet tema shqiptarëve është Medvegjja me procesin e pasivizimit dhe rikthimit të adresave të gjithë njerëzve që pa arsye janë marrë. Është dokumentuar disa herë, jo vetëm nga politika jon, por edhe nga raportet e shoqërisë civile të Serbisë, nga bashkia ndërkombëtare, nga rezolutat që Parlamenti Evropian i ka aprovuar, se procesi i pasivizimit në Serbi ka qenë selektiv, me target të veçantë ndaj popullatës shqiptare. Medvegjja, si një komunë me më pak shqiptar, ishte target i veçantë, dhe atëherë që tash është arrit që përmes këtij procesi të legjitimohet një spastrim etnik që e ka kryer Miloševiqi.